Nga e hëna e 7 prillit, shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Maltëzi do të kenë më shumë lehtësira për të kryer shërbime konsullore, pasi në Ulqin u hap zyrtarisht konsullata e përgjithshme e Republikës së Shqipërisë. Ky institucion i ri do të ofrojë të gjitha shërbimet konsullore për shqiptarët në të dy anët e kufirit. Në ceremoninë e inaugurimit mori pjesë ministri për Europën dhe punët e jashtme të Shqipërisë Igli Hasani dhe zëvendës kryeministri, njëherëzi ministri i jashtëm i Maltëzi Ervin Ibrahimović, si dhe përfaqësues të institucioneve vendore dhe qytetar. Ky qytet i mrekullueshëm me pasuritë e tij natyrore, historike dhe kulturore ka qenë gjithmonë një urlisë midis dy popujve tanë, një simbol i bashkëtesës paqësore dhe i respektit reciprok ndër shekuj. Prania jonë këtu sot është dëshmi e këtij raporti të veçantë, por edhe një angazhimi të përbashkët për një të ardhmë më të fortë dhe më të lidhur mes dy vendeve tona. Hapja e konsullatës shqiptare në Ulqin nuk është thjesht një akt diplomatik, nuk është thjesht një akt simbolik, por një investim në marrëdhëniet tona dypalçe, një dritare e re bashkëpunimi dhe mbi të gjitha një shprehje konkrete e interesit dhe mbështetjes së Republikës Shqipërisë për komunitetin shqiptar në Maltëzi. Kjo konsullat do të ofrojë shërbime konsullore, do të mbështesë projektet kulturore, arsimore dhe ekonomike dhe do të jetë gjithmonë një derë e hapur për çdo qytetar në Maltëzi që kërkon ndihmë, partneritet apo thjesht një bashkëbisedim të sinqert. Në një kohë kur të dy vendet tona janë aleate dhe ndajnë një vizion të bashkët për paqe, stabilitet dhe integrim evropian, ky hap përfaqëson një shtyllë të rëndësishme për thellimin e bashkëpunimit në të gjitha nivelet: politik, ekonomik, kulturor dhe njerëzor. E do të jetë një nyje strategjike për të ndihmuar në forcimin e shkëmbimeve tregtare, promovimin e investimeve dhe rritjen e mundësive për zhvillim të qëndrueshëm, veçanërisht në sektor të rëndësishëm si turizmi, energjia apo infrastruktura. Dyert e konsullatës përgjithshme do të jenë gjithnjë të hapura për ju për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për të përcjell, sugjeruar apo programuar pranë qeverive tona ato kontribute që thellojnë integrimin e zonave tona ndërkufitare në të mijë shoqërive tona gjithnjë më të integruara. Për kryetarin e komunës së Ulqinit, ky moment historik përkon me një situatë të vështirë për qytetarët e Ulqinit, të cilët po kundërshtojnë dhënien e plazheve për investitorët arab. Shpesh herë njerëzit bëjnë histori apo hetojnë në histori. Për komunitetin e Ulqinit, sot është një ditë historike. Ditë historike, ditë nderi, sepse konsullata e përgjithshme e Shqipërisë hap dyert e veta në mënyrë solemne. Por historinë e bëjnë edhe tjerët. Dhe komuniteti i Ulqinit sot ka një breng të madhe. Ka brengën e madhe e cila vjen po nga qeveria Maltëzi. Por është çast solem dhe do të vazhdoj me shkrimin tim. Sot për ne, qytetarët e Ulqinit, është një moment i rëndësishëm. Hapet konsullata e shtetit të Shqipërisë, e cila është konsullata e parë që hapet në Maltëzi. Ky moment është tejet emocionues me vlerë dhe rëndësi të gjithë ne. Hapja konsullatës pikërisht në Ulqin është një ndjesi e veçantë e me të ne krijojmë një pikë takimi e bashkëpunimit në fushat të sportit, kulturës, artit, ekonomisë. Dhe e lidhnim edhe më shumë Ulqinin me shtetin am Shqipërinë. Ne vlerësojmë se Mali i Zi dhe Shqipëria, vendet që udhëhiqen nga orientimet euroatletike, do të vazhdojnë të punojnë bashkërisht në integrimin e plot e drejtë Bashkimit Evropian. Hapja e kësaj konsullate shënon një tjetër urlidhje mes shqiptarëve për te kufive shtetëror.